Ja të kemi sërish së bashku në këtë ditë feste, do flasim pikërisht për këtë ditë kaq të rëndësishme për të gjithë besimtarët musliman, së bashku me teologën Semir Fazli, të cilin e kemi këtu në studio. Faleminderit edhe një herë që jeni në këtë ditë feste së bashku me ne. Faleminderit. Do doja që t'ju pyes ju personalisht, si e përjetoni ju këtë ditë? Edhe në aspektin profesional, por edhe në aspektin personal. Patjetër, tash do të mundohemi që t'japim një sqarim përgjithshëm sa i përket ditës sime në Kurban Bayram, duke ditur se ne jemi pjesë e Miftinisë së Tetovës, me thënë Bashkia Fetare Islame ka organizimet e veta në këtë radhë, me thënë si çdo herë. Bashkia Fetare Islame bën përgatitjet e saja dhe krijen manifestimin qendror këtu në Shkup dhe ne zakonisht jemi pjesëmarrës, me thënë e falim namazin e Kurban Bayramit në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup. Pasandej vijojmë kthehemi në shtëpitë tona ku na presin, me thënë në sofrën e Bayramit, familja si gjithë tradita shqiptare që i kemi, dhe masandej në situata të zakonshme ne therim edhe kurban, me thënë të shtëpia, po tash flas duke u nisur nga segmenti im, mirë po nga se ne kemi edhe detyra tjera, zakonisht ndodhemi në Miftini me përgatitjet e kurbaneve, të cilat i ka marrë përsipër Bashkia Islame dhe i therr, dhe ne gjendemi aty pari për shpërndarjen e mishit ose varësisht për nevojave. Me thënë, nëse jam në shtëpi vetëm, me thënë kalojmë ditën si gjithë shqiptarët e tjerë, me vizita në familje e kështu me radhë, derisa të përfundoj ditë dhe në vazhdim kështu deri në fund të Kurban Bayramit. Me mishe orize filloni dhe ju ditën? Zakonisht po. Ne kemi një traditë në shtëpinë time, tash flas një informacion këtu ta ndaj me juve. E kemi qejf që gjithë në sofrat tona të Bayramit të ketë mish të miskës, domethënë kështu. Por edhe mish kurbani kuptohet kur është Kurban Bayrami. Interesante kjo e miskës, se nuk e kisha dëgjuar më përpara. Po, kështu ka ngelur si traditë nga babai im më herët, gjithë si fëmijë na sillte, domethënë dhe vazhdon domethënë ajo traditë në shtëpitë tona që ndonjëherë ndodh që nuk ka, mirë po e kompenzojmë me diçka tjetër. Po rizi është i patjetërsueshëm në sofrat shqiptare për Bayram, edhe tek ne njëjtë. Orizi është aty gjithsesi. Përmendët thirrjen e kurbaneve, kjo është dhe simbolika kryesore e kësaj dite. Na tregoni pak, si ka ngelur si histori, çfarë do të thotë të therrësh një kurban? Dhe ne e përdorim edhe si metaforë, është bërë kurban, domethënë është flijuar për dikë ose në varësi të një situate. Por çfarë është realisht dhe si ka ngelur kjo si traditë dhe çfarë simbolika e saj? Tash, historikisht, me thënë, po të kthehemi edhe të besimet e tjera, do të gjejmë se kurbani ekziston të gjitha fetë, me thënë, si sakrificë ashtu, si flim, si e përmendet edhe ju. Dhe kjo tregon se zanafillën e ka nga njeriu i parë, në këtë rast nga Ademi, që njëherët ka qenë edhe profeti i Zotit, kështu ekziston në doktrinën islame, dhe ky profet, do me thënë, ka patur 2 djemë, të cilët emrat i kanë patur Abili dhe Kabili, për një çështje të caktuar Zoti kishte angazhuar ata, kështu përmendet edhe Kurani, që të presin kurban. Do me thënë, përmendet në terminologjinë, do me thënë, në gjuhën arabe, idh qarraba qurbanan, që do të thotë të flijojnë kurban, të 2 djemtë, dhe deshi Zoti që njëri t'ja pranoj dhe tjetrit nuk ja pranoj. Do me thonë, për fjala qarraba, ndoshta nëse na jepet mundësia për gjatë emisionit, me thonë nuk e ka vetëm kuptimin e flijimit, por ka edhe kuptimin e afrimit, do me thonë që të afrohen tek Zoti me kurban, do me thonë me sakrificë, me flijim, dhe tjetra që është historikisht më e njohur, besoj se këtë kanë dëgjuar gjithë opinioni, është se zanafilla del tek profeti Ibrahim, i cili njëherët ka qenë edhe prej profetëve më të mëdhej të Zotit, dhe profeti Ibrahim, me thënë, ishte porositur nga ana e Zotit që të bonte kurban djalin e vet, Ismailin, që më vonë edhe ai do të ishte pejgamberi i Zotit, dhe kjo shtiu pa siklet Ibrahimin si ngjarje, ndoshta kush don të bëj, sakrifikoi djalin e vet. Mirë, po këtu ishin 2 çështje, domethënë, në vi. Ishte çështja se a duhet i nënshtrohet dhe t'i bindet Zotit, apo do duhet që, domethënë, të refuzojë urdhresën e Zotit, por me një sjellje të butë dhe të mirë, Ibrahimi, kështu e përshkruan Kurani, Ibrahimi ja përcjell djalit e vet Ismailit se kështu është urdhëri i Zotit. Bile kjo përmendet në Kur'an, thot Kurani, ja ebeti if'al ma tu'mar. O baba im, bëjmë ashtu siç ka porositur Zoti, domethënë, dhe kjo ja lehtësoi pak shpirtin Ibrahimit, dhe në momentin tash është ngjarje shumë e gjatë, nuk do të ndalem në pikat të hollësishme, kur erdhi momenti për ta bërë kurbanin, ne këtë dim si ngjarje, ndoshta ju kanë treguar edhe gjyshërit ose baballarët më herët, me thonë, ishte çështja se thika nuk priste, dhe Zoti e zëvendësoi, domethënë, Ismailin me një kurban që nga atëherë do të jetë
dhe do të ngel traditë edhe në umetin, ose thënë më mirë në pasuesit e profetit fundit, që kjo të ngel që t'jemi ne, profetit Muhammed. Dhe tash nga kjo gjithë kuptojmë se zanafillën kurbani ka tek bindja dhe tek nënshtrimi ndaj Zotit. Ndash dy bita Ademit dhe ndash Ismaili dhe babait Ibrahimi, me thënë, kur pranuan urdhresën ata ju bindën dhe ju nënshtruan Zotit. Dhe me thënë, kurbani, përveç se është një sakrificë, një flijim, dhe me thënë, por është njëkohësisht edhe një sakrificë me nënshtrim, me bindje, që nëpërmjet saj, nëpërmjet këtij ibadetit, nga se kurbani është një ibadet, arrin tek kënaqësia e Zotit. Besoj se kjo është edhe ajo filozofia, ajo se çfarë mundohet që të na tregoj ky akt në jetën tonë që ta kemi parasysh në jetën tonë të përditshme. Filozofia e kurbanit është ende më e gjerë, nëse më lejohet, unë mund të disa pika dhe të shërbim. Që ta ndanim, sepse shumë njerëz e bëjnë sepse është një rit fetar, është diçka që normalisht e dinë që është diçka pozitive, është gjithë kjo që e tham deri më tani, por ndoshta më thellësisht nuk e dinë të gjithë. Po, shumë e vërtet. Nga se kanë dëgjuar edhe nga familjarët dhe kanë kuptuar seriozitetin, se me të vërtet është diçka serioze, nga se Zoti i kanë vënduar dispozitën e obligimit, do me thënë, therrja e kurbanit është obligim. Mi po, tash të ndalemi vetëm shkurt një sqarim, do me thënë, kurban, do me thënë, vjen nga fjala qarrabe, që e përmenda më herët, do me thënë që ta afrohesh. Nëpërmjet kësaj therrje, dhe kjo ekziston në vetdijen e muslimanëve shqiptar, nëpërmjet kësaj therrje njeriu, do me thënë, afrohet me Zotin e vet, me krijuesin e gjithësisë, me atij që e ka furnizuar. Do me thënë, qëllimi i parë i kurbanit është që nëpërmjet kësaj sakrificeje ai të afrohet me Zotin. Ndërsa në terminologjinë, do me thënë, definicioni i kurbanit është, do me thënë, therrja e një kafshe sipas kushteve të caktuara, me rregullat e caktuara, në kohë të caktuar, me një jetë të caktuar. Duket pak e koklavitur, po më lejoni shkurt vetëm ta sqaroj. Cilat janë të gjitha këto? Si duhet që të jenë ato të plotësuara të gjitha këto kritere? Po, me thënë nuk mund çdo gjë të konsiderohet kurban, apo. Me thënë është një kafshë e cila, me thënë, Zoti ka përcaktuar, të thu zakonisht bëjnë pjesë në kafshët tash lopët, e delet, me thënë edhe devet, po në mesin tonë nuk ka kafshë të tilla dhe është irelevante i përmendim apo jo. Edhe nëse do kishte nuk ma merr mendja që do i kishin bërë kurban. Po sigurisht do t'i ruanim ndoshta për të shijuar në pamje dhe krijimin e tyre, se janë kafshë specifike, po ka edhe kafshë të tjera ngjashme me këto kafshë i përmenda, dhe me thonë dhe patjetër është që këto kafshë dhe me thonë të plotësojnë edhe disa kushte të tjera, dhe me thonë duhet të jetë kafsha e shëndosh, duhet të jetë e majme, duhet të ketë mish, nuk mund një kafshë, dhe me thonë, ose të jetë e re në mosh, duhet të jetë kafshët e vogla 1 vjet, kafshët e mëdhaja 2 vjet, me thonë patjetër i plotësojnë disa kritere, prandaj në definicion ekziston me kushte të caktuara. Dhe kur është fjala me rregulla të caktuara, këtu kuptohet, dhe me thonë, edhe kur therret duhet plotësoj disa rregulla. Nuk o vetëm të masakrohet kafsha, kështu nuk e lejon feja islam. Dhe me thënë kemi një hadith pejgamberit i cili na mëson, me thënë pak, edhe pse ka dhe shumë hadithe tjera që sqarojnë mbi therrjen e kurbaneve, me thënë dhe ata që therrin kurbane kanë përgjegjësi dhe duhet ta ndjekin në përpikshmëri. Por ja do ta përmendi vetëm për hatër të emisionit, për ta kuptuar dëgjuesit tanë, me thënë profeti thotë, kur të therrni kurban, kur të prisni kafshët, tregoni të mëshirshëm me ta, ushqeni mirë ato, prehnjani mirë thikën, do me thënë në mënyrë që kafsha ta ketë sa më të lehtë, mos të maltretohet. E tash kur jemi tek ajo pjesa në kohë të caktuar, do me thënë kurbani nuk mund therret një ditë përpara Bajramit. Me thënë kurbani do të therret patjetër në ditën e parë të Bajramit pas namazit të Kurban Bajramit e deri në ditën e tretë me perëndimin e diellit. Që do të thotë brenda kësaj hapësire, nëse therren këto lloj kafshës që i përmendëm, konsiderohen kurban. Nëse dalim jashtë kësaj kohe, atëherë ajo mishi do të ngel, mirë po ajo sakrifica, ajo që e përmendëm, ai flijimi nuk do të jetë. Njeti nuk do jetë. Po, tash vrim te njeti, me thënë njeti duhet të jetë ndërlidhet me ditët dhe ndërlidhet me arritjen e kënaqësisë së Zotit, se ne afrohemi me Zotin duke bërë këtë sakrificë. Kam dëgjuar shpesh edhe kohëve të fundit që nuk i përmbajnë ndonjëherë disa këtyre rregullave kohore. Për shembull, theri 1-2 ditë përpara me atë idenë se ndoshta nuk munden ta bëjnë atë dikush jeton në banesa dhe i duhet që të shkojë tek ndonjë shtëpi në fshat për shembull, dhe nuk mund ta bëj ditën e Bajramit. Kështu që bie poshtë kjo si teori që përpara ditës së Bajramit mund të therret kurban. Mundet vetëm deri në ditën e tretë për ta çarçuar. Po. Tash kemi raste të tilla, bile neve si hoxhallar, si teolog, na drejtohen pyetje të tilla, bën një ditë para, bën një ditë. Ma merr mendja që keni të shpeshta, sidomos gjatë kësaj periudhe. Kemi raste të tilla, mirë po,
këtu që duhet qartësuar diçka, dhe me thënë, nëse nuk pritet brenda kohës e para dhe e dyta, nëse nuk bëhet për shembull therja, duhet patjetër të pritet kurbani. Ka njerëz që japin vetëm vlerën e caktuar, mbasi që japin vlerën, do me thonë, thua ne kritëm kurbanin. Do me thonë, kurbani patjetër të pritet, të sakrifikohet kafsha që të konsiderohet kurban. Edhe patjetër të jetë brenda kësaj periudhe. Nëse nuk është brenda kësaj periudhe, atëherë gjithë filozofia e kurbanit, do me thonë, shkon kot, me thënë, njeriu nuk e ka kuptuar tamam si duhet. Tash, çështja kurbani, do me thënë, njeriu duhet këtë ta ketë të qartë. Se kur pret kurban, do me thënë, nuk e ka bërë vetëm se ka therrur një kafshë dhe me kaq përfundoi. Por ai, do me thënë, ka kryer disa thonë më mirë, disa punë duke folur nga disa këndvështrime të ndryshme, me thënë nga dimensione të ndryshme. E para është se ai në këtë formë i nënshtrohet Zotit, se Zoti ka porositur që ta bëjë. Dhe me thënë, i nënshtrohet, i bindet Zotit. E dyta është se ai tregohet i sinqert dhe besimtar në atë që e lip Zoti. Se Zoti, e dini çfarë thot në Kur'an? Thot njeriu nuk afrohet, do me thënë, ata që therin kurban, nuk afrohen as me gjakun dhe as me mishin që e kanë therrur, po afrohen me çfarë? Me takvallëkun, me devotshmërinë, afrohen me atë që kanë patur në zemër. Me thënë, qëllimi kryesor është që njeriu të jetë i vetëdijshëm për therrjen e kurbanit. Masandej vjen ai dimensioni tjetër, i cili është dimensioni social, do me thënë të ndihmohet dhe me thënë shoqëria, nga se në shoqërinë tonë ka njerëz të cilët presin me radhë, dhe me thënë ditë me radhë, presin kurbanin. Bile ne në Myftërinë e Tetovës patëm disa raste ku njerëzit vinin e lipnin mish para kohe, edhe siguronin kohën, kur të vim ta marrim. Nga se Bashkia Islame, me thënë, organizon therrjen e kurbaneve, ndoshta edhe përmendëm më herët, me thënë, dhe ka njerëz cilët janë mësuar gjithë dhe vinë, ndoshta një herë në vit kanë bereqet shkaku i kurbaneve që njerëzit i sjellin tek ne. Dhe me thonë, dhe kjo krijon një harmoni, dhe me thonë, krijon një atmosferë tjetër. Dhe një segment që duhet kuptuar, besoj se është edhe shumë i rëndësishëm. Ne nëpërmjet kurbanit ne tregohemi mirënjohës dhe falendërues ndaj Zotit. Çfarë do të thotë kjo? Zoti ka dhënë bereqet, ka dhënë mirësi. Bile kush është i obliguar me kurban? I obliguar me kurban është një njeri i cili posedon pasuri mbi nevojat elementare. Do të thonë, nëse ka mbi nevojat elementare, ai duhet të terr kurban. E dini pse? Nga se Zoti lip nga ai, të me thonë diçka në të kundërt, thotë unë ta kam dhënë bereqetin, unë ta kam dhënë shëndetin, unë të kam dhënë harmoninë familjare, pasurinë, nëse nuk e ke dert riskun kur do të shohësh në mëngjes. Thotë kundrejt kësaj të lutem të tregohu falendërues dhe nëpërmjet këtij falënderimi do të përfitojë edhe shoqëria nga ana tjetër. Doja të ndalesh në një pjesë të cilën dhe ju e përmendët, tek ndarja, te ajo pjesa sociale, tek ndarja e kurbanit. Besoj se edhe kjo është një pikpyetje e madhe tek të gjithë ata të cilët vendosin dhe therin një kurban dhe mendoj se ua bën dhe ju shpesh si pyetje, si duhet të ndahet kurbani? Kush janë ato kategoritë të cilat duhet që me patjetër të konsiderohen përpara ndarjes së kurbanit? Sipas literaturës islame, me thonë, Zoti na mëson edhe në Kur'anin fisnik, thot fillimisht hani nga kurbanet e juaja dhe ndani një pjesën tjetër të varfërve. Në mos gaboj ndahet 4, apo? Në 3 ndahet. Do me thonë janë 3 kategori të cilat profeti i Zotit Muhamedi alayhis salatu wasalam na ka mësuar, thot një pjesë ndalni për vete dhe atë përmenda edhe me ajet kuranor, do me thonë pjesën tjetër thot ndanja me familjarët e juaj, me fëmijët e juaj, pavarësisht mund të jetë edhe i besimi tjetër, nuk prishëm punë, do me thonë, interesante, kjo se nuk e dia, mendoja që gjithmonë duhet që të jetë patjetër i të njëjtit besim. Jo, bile ajo është një dhuratë që unë e rekomandoja ju ndoshta njerëzit që jetojnë më shumë për qytet, ata do të jenë vetëdijshëm për këtë, se është mirë përfiton zemrat e njerëzve, dhe me thonë, pejgamberi i Zotit thotë ndjepni dhuratën mes jush, se në këtë formë thotë shtohet dashuria, me thonë. Edhe fëmijë do të ketë një tjetër respekt ndaj një muslimani kur do të sheh se, me thonë, në këtë formë bëhet ndarja e kurbanit, dhe pjesa e fundit është pjesa e nevojtarëve, me thonë, nevojtarët ose varfanjakët. Janë atyre që u jepet, dhe me thonë, mishi kurbanit. Po nuk është e patjetërsueshme të ndahet në këtë formë. Ja do ta përmendi. Tek ne në Myftërinë e Tetovës, kryesisht në gjitha muftinitë e Republikës Maqedonisë së Veriut, me thonë Bashkia Islame kur të bon, Bashkia Islame pranon të holla dhe në këmbim të atin të hollave dhe një jetlive, Bashkia Islame i therr kurbanet. Mirë po shumë pak nga i mish kalon tek njerëzit që i kanë sjellur parat. E gjitha ajo shkon për medreset dhe nga ana tjetër shkon për varfanjakët. Ne në Tetov vitin e kaluar kemi dhënë mbi 1000 pako 10 kilshe, 8 kilshe me mish, dhe me thonë që i kemi shpërndar tek njerëzit në nevojë. Kështu që mund të themi falenderojmë Zotin që na ka dhënë mundësi që ne gëzojmë mbi sofrat tona
mishe, bereqete nga më të ndryshmet, por detyra jone, dhe me thënë është që të paktën t'u dërgojmë nevojtarëve që edhe sofrat e tyre të paktën për Bajram të jenë të mbushura siç i kemi ne. Me thënë kjo është esenca e ndarjes që gjithë të jenë pjesëmarrës e gëzimit dhe bereqetit që e ka mishi kurbanit. Dhe më pëlqen që përmendet edhe pjesën kur duhet që të ndajmë edhe me ata të cilët ndoshta nuk janë të besimit tonë, sepse unë shpesh e them se Islami është një fe aq e bukur, aq e pastër, aq e çiltër, por edhe aq tolerante në aspekt me fetë e tjera, dhe ndonjëherë dhe më gjykojnë për këtë, thonë jo, nuk duhet të jetë ashtu, jo, e ke gabim, kur faktikisht edhe në Kur'an përmendet, por edhe në qoftë se dëgjon njerëzit të cilët e shprehin me të vërtetë ose e citojnë atë se çfarë shkruan në librat islamik, thotë se duhet që madje ndonjëherë dhe më tepër të jemi të afërt, t'ju ndihmojmë dhe të gjendemi aty për ata të cilët nuk i përkasin feston. Po shumë e vërtetë, dhe po t'i kthesh literaturës islame, historisë islame, do të gjesh plot pika ku do të kuptohet se toleranca ndërfetare, dhe me thënë gjithë ka ekzistuar. Mund të themi tash një rast konkret, dhe me thënë përgjatë hilafeteve të ndryshme, për shembull që kanë udhëhequr muslimanët, pjesa tjetër të cilët nuk e kanë ndajtur në këtë rast kanë qenë të krishterët dhe jehudët, dhe me thënë kanë qenë të mbrojtur me ligj, dhe me thënë fetar që ka zanafillën tek Zoti, dhe me thënë vetëm të jenë mbrojtur dhe të ruajtur, me thënë nga sulmet e ndryshme që mund t'i vinë. Tash Islami, me thënë, gjithë na ka mësuar që ne duhet të jemi tolerant, të respektojmë të tjerët, të zgjasim dorë të gjithëve, pavarësisht çfarë besimi mund të ketë, se kjo është doktrina e pastër në cilat thirret feja e Zotit. Gjithashtu në këtë periudhë kishte edhe një obligim tjetër mjaft i rëndësishëm në aspektin fetar, i cili është haxhi, pelegrinazhi i haxhit. Cilat janë ato kushtet të cilat duhet që të plotësoj dikush që të shkojë haxhi dhe kushtet të cilat duhet që t'i plotësoj pasi të kthehet, si dhe çfarë rëndësie ka kjo për një besimtar musliman? Padyshim se, dhe me thënë, momentalisht është koha e haxhit, bile sot veç se kanë filluar haxhilerët tanë të përgatiten. Nesër është dita e Arafatit, e pasandej mas nesër, dhe me thënë, krijen edhe procedurat e fundit. Me thënë, momentalisht nga Maqedonia e Veriut kanë mbi 2000 haxhilerë cilët gjenden atje. Me thënë, dhe këta haxhilerë patjetër se do t'i plotësojnë dy kushte, me që përmendet kushtet. Me thënë, e para duhet të gëzojnë pasuri, dhe me thënë, se kanë mundësi financiare e kanë obligim të shkojnë, dhe tjetra mundësinë fizike të jenë të shëndosh. Ka raste kur ndihmojnë njëri tjetrin, dhe me thënë, mirë po, kur bëhet obligim për një njeri, kur i gëzon këta dy kushte. Me thënë, ka pasuri dhe nga ana tjetër ka trupin e tij të shëndosh. Bile shpesh neve na kritikojnë një haxhi shumë shtrenjtë, që keni dëgjuar të gjëra në opinion, po këto janë kushtet mbarura, këto kanë qenë gjithmonë ekzistente, që nga bërja obligim haxhillokut. Jo çdo kush e ka mundësinë tash. Ka shumë njerëz që duan të shkojnë, por momentalisht këto janë kushtet që ofron dhe ne mundohemi Bashkia Islame maksimalisht që të bëjnë një çmim sa më të volitshëm dhe sa më të pranueshëm, domethënë për haxhilerët që duan të shkojnë atje. E tash haxhilerët e kryejnë këtë kusht, i cili kusht një herë njihet në fe si kushti i 5, domethënë është obligim për çdo njeri që i plotson këto dy kushte dhe njerëzit për shembull që gjenden atje me thënë i kryen ritualet e para, me thënë janë bazike 3 rituale, e para është ihrami, me thënë, ndoshta ke pa teshën e bardhë që i veshin haxhilerët, kjo vlen vetëm për gjinin mashkullore, duke ja shoqëruar edhe telbin. E dyta është duhet të qëndrojnë. Telbi është ajo shqiptimi, ai njeti që e bëjnë me zemër dhe shqiptojnë me gojë. Me thënë kur haxhilerët marrin rrugën për të kryer haxhin. Me thënë, ajo është e patjetërsueshme. Dhe tjetra është Arafati, të qëndruarit në Arafat, që i vje të jetë, dhe me thënë, një ditë përpara Kurban Bajramit, dhe krejt e fundit, dhe me thënë, është edhe tavafi. Këto janë të patjetërsueshme. Mirë, po ka dhe obligime tjera që haxhilerët tonë i kryen atje, në mënyrë që të kenë një haxh sa më të saktë dhe, dhe me thënë, sa më të pranuar. E kur vinë këtu me që pyetet çfarë duhet, me thënë, cilat kushte duhet i zbatojnë pasi që të kthehen, besoj se ky është momenti më esencial, se këtu reflekton puna, dhe me thënë, e gjitha ajo që ke bërë atje, nëse ke shkuar atje, ti bindesh Zotit, ti nënshtrohesh, ti kërkojsh falje për atë që ke bërë më herë, ndoshta e djen veten
gabime bëjmë gjithë, tash kur të vish do të reflektojsh pozitivitet, mirësi, dhe me thënë duhet t'jesh shembull për të gjithë. Bile në historinë, në traditën tonë shqiptare, me thënë agjilerve, nuk ju ngjajnë disa gjëra, do shta më herët ju kanë ngjajë, ashtu thot, po tash kur je haxhi do t'jesh pak më i kujdesshëm, çfarë nxjerr nga goja dhe me thënë dhe çfarë vepron. Kjo është ajo që do të reflektojnë pozitivitet, mirësi dhe bindje ndaj Zotit. E kam dëgjuar shpesh se për gjinien femërore është e obliguar mbulesa, në qoftë se deri në atë moment të haxhit nuk ka qenë me mbulesë, pasi kthehet është e detyruar që të jetë me mbulesë. Si qëndron kjo? Po, është, me thonë, me që është obligim fetar. Kjo do me thonë, këtë duhet ta kemi parasysh me apo pa haxh? Kjo duhet të jetë e përgjithshme, për gjithë besimtarët, mirë po tash kuptohet se çdo njeri është i lirë në përzgjedhjen e vendimet e veta. Tash nëse ne ndjejmë obligim se duhet ta vendojmë, ajo është në lirinë tonë tash. Po nuk mund të gjikojmë në gjithë rastet se tash do shta dikush nuk do të arsyetoj dikon, mos të keq kuptohem. Mirë po në rastet e caktuara dhe me thënë ka njerëz të cilët japin kohë vetes, edhe pse ne sugjerojmë që ata sa më shpejt dhe me thënë të zbatojnë urdhresat e Zotit. Bile kur i bindesh Zotit është ende më e mirë që të zbatosh në përpikshmëri, nga se thu një prej qëllimeve kryesore të haxhit është nënshtrimi ndaj Zotit. E nëse Zoti ta e lipat detyrë, është mirë që t'i bindet njeriu, në këtë rast gruaja dhe t'i nënshtrohet Zotit. Unë ju falenderoj shumë për gjitha këto informacione, sepse kemi nevojë për informacione të tilla të vërteta, të sakta sa i përket të gjitha riteve fetare, siç është edhe të gjitha këto gjëra të cilat i bëjmë ne që lidhen me festën e Kurban Bayramit dhe sidomos me kurbanin, e cila është kryefjala e kësaj feste. Gëzuar edhe një herë dhe për ju dhe familjen tuaj dhe për të gjithë bashkësitë fetare islame, të cilat bëjnë një punë mjaft të madhe përgjatë gjithë vitit dhe jo vetëm në rast të festash, por sidomos në rast të festash, specifikisht për njerëzit me të cilët kanë më shumë nevojë. Kënaqësia ishte jona, ju faleminderit edhe një herë që më bëhet pjesë të këtij emisionit mrekullueshëm, edhe një herë edhe juve ju qoftë për hajër kjo ditë feste. Shumë faleminderit, gëzuar.